Ky është zarfi që mban emrin e të eliminuarit për sonte. Publiku ka vendosur që nga ky televotim, pjesët e cilit ishin të gjithë, pra të 10 banorët aktual të Big Brother VIP 4, ai që duhet të lërë me njëherë shtëpinë, duke humbur kështu mundësinë për të vazhduar përpara dhe për të garuar për çmimin e madh, është Kelly. Kelly më vjen keq të pres në studio. Sigurisht. Maestro. Hala në ustasi. Ustë të hajde. Të vara të Na iku kutia informacione, te. Kelly, faleminderit shumë për mirë ditë, momentet, edhe shihemi. Dhe gati këngët ku the e njësa, patjetër. Do shumë shifën e për shumë pak ditë. Po dajmë. Suksesa. Nga regale. Kusho? Vetëm të mira pa që është. Po patjetër me të mirë se Vasili. 8 marsit. Po, aty e fillo pronotimin, ama balistën. Kelly! Suksesi ishë. Ena e putë. Para çunave, o Kelly. Mos u ka për floksh. Kelly para gjithëve. O, sa robi mija këtë gjëmi. Vetëm në të shkush që kaloj. I gjena djani mirë, shumë djani. Në kap. Po na mungoj humori Kelly në shumë. Ata ishin 9, yje do të kthejmë te Q pas pak për një sfidë mes njëri tjetrit. Më prisni aty. Po? Mbyllim lidhjen me shtëpinë. Po thoja, më dëgjoni tani? Ju lutem më mundsoni edhe një herë lidhjen? Po ju thoja që do të ata ishin 9, do të kthehen te Q për një sfidë. Po. Mes njëri tjetrit. E rëndësishme. Vetëm pas pak. Mbyllim lidhjen. Do të bëjmë një lojë shumë të bukur sot për 1 prilli. Natyrisht i them kështu gjëra që të ngarkohen, sepse janë në paranoja se çfarë mund të ndodhë. Lë shtëpinë sonte Kelly. Shkëlzen, pse mendon se Kelly është i radhës që largohet? Me sa duket të mirët i merr publiku. Të mirët i merr publiku, vazhdoni me këtë teorinë të mirët i merr publiku. Po publiku do të shohë brenda. Ndoshta ka qenë i qetë këto kohë të fundit, duke qenë. Mendon se ndikoi ajo diskutimi që pati me Rozanën të shtunën? Ndikuar patjetër, pavarësisht që nuk kishte gënjeshtër ose çka e tillë. Mënyra se si e tha ishte e gabuar, por që si ngjarja ka qenë e vërtetë. Prandaj kishte një lapsus i vogël mendoj dhe mendoj që ajo ka penalizuar. Livia? Sigurisht Kelly është një banor që është futur në një pikë të lojës që ishte shumë e zhvilluar dhe kjo sigurisht nuk ka ndihmuar në asnjë moment. Po 50 ditë nuk janë pak, ë? 15 ka shumë pas ka ba. Po, ai ky reagimi tregon shumë, faktikisht se kam pa Kelly në shtëpi, ka pas ka ba 50 ditë. Por ka luajtur edhe pak piset Kelly. Piset në ç'kuptim? Piset sepse shumë herë u afronte disa njerëzve duke i qesh edhe mbrapa çfarë nuk thonte, çfarë nuk bate, kështu që
shumë i pastër në lojën e tij nuk ka kënd. Pra, merrte informacion këtë i thua dhe e çonte nga ana tjetër. Thjesht ishte falso. Në shumë raste, po. Okej, Gjibo? Munges dinamikash, munges pozicionimi dhe fakte të rreme. Fakte të rreme. Valbona, ti e ke jetuar Kellin më shumë nga tre paraardhësit? Po, vërtet është, unë kam qëndruar pranë Kellit, kam menduar që do mbante një linjë, të kishte një shtyllë kurrizore në lojë. Unë e kam parë sa me një banor me një banor tjetër dhe përveç se dy situatave që i ka sjell nga jashtë edhe një situatë me Viserio, nuk i kam parë asgjë tjetër, kështu që nuk ka krijuar dinamika në shtëpi dhe në këtë pikë të lojës Kelli duhet kishte dalë më përpara. Duhet kishte dalë më përpara nga kjo shtëpi. Por do e lësonte, ne do ta mirpresim në studio me një duar drokitje të fortë, Kelly! Mirë se gjeta. Eja. Mirë se gjeta. Shumë rëbë. Po, ka shumë njerë. Kishte marrë malli për këtë pjesën jashtë? Me thënë drejtën po. Me thënë drejtën po. Ka qenë një eksperiencë super e bukur. E kam shiu nga dita e parë dhe në ditë në fundit. Tani u smurëm me dy, po s'ka problem. Na kapi qika i gripi. Por ne nuk po na lëshon se juve aty brenda ju lëshoj. Ne vazhdojmë ta. Do e marrim prapë. Pse mendojnë një pjesë e ish banorëve që nuk pate dinamikat të tua, që nuk pate, le themi, një shtyllë kurrizore, po thoshte Valbona pak para se të hyje? Atëherë, ne hymë në një fazë të lojës ku 8 femra ishin në nominim dhe ishte një fush betej e të mërshme. Polet ishin darë, mendova fillimisht të mbaja një rol neutral për të parë se ku do vijon të loja. Dhe ishte e vështirë pasi shumica banorëve aty e kanë izoluar totalisht atë situatën dhe mundohen ta mbajnë rreth vete. Dhe është praktikisht deri diku jo e pamundur, po domethënë është praktikisht e vështirë të hysh në situatat e tyre sepse e kanë izoluar goxha bukur. Po ti karakterialisht mund të jetë edhe fakti që jemi edhe vetë si natyrë jam pak natyrë e tërhequr, mundohem të bëj sa më shumë batut, gallat, domethënë më tepër tek pjesa e asaj që mundohem të jap më të mirën. Batut dhe gallat nga Kelly kemi pasur me sa dush. Shohim. Kur ju në mërë në mu du si që më ndinë, për. Hajde Kelali, tja. Pa shka e dresh. Zonja që pretendon se mbron gratë, u ka për floke me gratë. Me lafe. O, Pinxo, qëfar ka ndonë tu? Pinxo, Pinxuk. Nëse lendi se më mundre. Jamër 2 lekë i vogël. Ta tregoj 2 lekë, nuk të tapë -1. Buzëm një vogël. Me lafologjin. Kujdes, o i shkret. Ule tash, s'ka problem, dha pak më falë. Mos u merë më. Ta tregoj unë klikimet e familjes time. Shumurime për një amin. E jeta foli këdhatë. Shpas ka mundur ka shvinde, më zuë vla një qa, ajo s'do të t'ja dinte. The big champion! Ender.
Ky ishte Kelly brenda shtëpisë Big Brother, a mendon se të ka penalizuar disi diskutimi që patëm të shtunën me Rozanën, me episodin e videos? Nuk e mendoj atë. Thjesht është logjike që një lojtar që ka shumë më pak ditë aty brenda, dhe sigurisht që kam pasur më pak dinamika se sa të gjithë, është një linjë logjike se kush duhet dilte, te kjo pjesë. Mendoj se ndoshta po të hyja më herët, ndoshta një time frame më të herët, ndoshta do ishte diçka tjetër. Por në atë pikë loje që isha, mendoj se përveç pozitivitetit, gallatës dhe qetësimit gjërave nuk mund bëja diçka tjetër. Po, megjithatë në klip pam edhe momente kur Kelly ngrinte zërin, kur ka pasur disa ballafaqime jo të fortë të këndshme mes teje dhe Miselo, si kemi folur. Tek ato nuk është se më ka pëlqyer vetë, nuk është se dua të dal nga vetja ime, po aty vetë situata rëndohet dhe presioni bëhet i madh dhe fillon do. Jo, ta kam fjalën që nuk e qenë monokolore, ke pasur ngjyra sa të duash. Sigurisht, gjitha. Më vjen mirë që Kelly është shumë i qartë për gjithë rrugtimin e tij. Ti e sonte këtu sepse objektivisht 9 të tjerë të mbetur në shtëpi janë më të fortë se ty. Megjithatë, pavarësisht faktit që ti i tregove natyrën tënde jo monokolore, pra kishe ngjyra dhe kishe shumë për shfaqur, nuk arrite dot të çash edhe të gjesh hapësirën tënde për treguar vërtet se kush ishe. Megjithatë, mendoj që ke qenë një kontribut shumë i bukur edhe me vlerë në Big Brother. Faleminderit. Arbër? Pjesën më të madhe të situatave që ke pasur brenda shtëpisë, mendoj që i shkojnë mirë për shtat karakterit tënd, pra nuk kanë qenë të stimuluara. 2 raste kanë qenë ato që nuk i gjej pjesë, e kam vështirë domethënë të gjej pjesë të karakterit tënd, siç është ajo e përdorjes informacionit të nga jashtë. Edhe rasti më i fundit besoj që të ka penalizuar ati me Rozanën, por është e vërtet që edhe gara tashmë është bërë shumë e fortë. Sigurisht. Besoj se kohë ke pasur mjaftueshëm ndoshta për të bërë një lojë tjetër që mund të ishte edhe brenda shtëpisë sot. Po, edhe ajo mund të qëndroj, por te pjesa agresivitetit unë nuk jam. Në momentin që unë hyra brenda në shtëpi, ishte një situatë ku ishin gjithë në nominim, domethënë pjesë e madhe e vajzave ishin në nominim. Më pas nuk po flas për agresivitet, se për shembull Loredana s'është agresive. As Danja. Jo, tani Loredana është bë bish, po nuk është se ajo edhe kur është bish bë për qesh. A kupton? Ka qenë më agresive kur hyra unë, domethënë sepse ishte situatë me Tirin, me Krisën, kishte 6 veta mbi të. Por që tek pjesa e saj ose duhet hyje më agresiv se ç'duhej, gjë që unë nuk e kam karakter që të debatoj me tone përthej normales. Jam mësuar që të kem gjithmonë një debat që t'jetë konstruktiv, që të pak të ndelin në përfundimin e diçkaje. Aty shihja njerëz që rrotullojnë muhabetin nga dhjetori deri në prill ku jemi sot. Dhe nuk është se kanë, edhe ato nuk është se kanë një dinamik të re brenda, vetëm ripërsërisin dhe kapin detaje nga ngjarje që kanë ndodhur 2 javë përpara, 2 muaj përpara, 3 muaj përpara. Kush e fiton Bigun? Mendoj Gjesti e fiton. Kelly, falenderoj shumë. Ke patur momente shumë të bukura aty brenda, por mbi gjitha na ke dhuruar ne këngë shumë të bukura, të cilat siç do të zbulosh janë në përmajet e charteve. Të falenderoj shumë. Faleminderit. Të ftoj të rrisha dhe të shpërzeni.